billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Vazhdojmë me serialin e ligjëratave virtytet e moralit. Sot është tema e 6 me radhë, dhe flasim për pastërtinë e zemrës dhe shëndetin e saj. Në ligjëratën e fundit folëm për vetë mjaftueshmërinë e shpirtit. Dhe thamë se ajo është, një gjendje me të cilën njeriu është i kënaqur në raport me caktimet e Allahut subhanahu wa taala. Dhe njeriu e bën që të ndjehet mirë vetë mjaftueshmëria, ose të qenit i kënaqur me ato që e ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Ndërsa në raport me njerëzit, nëse dëshiron me qenë rahat, nëse dëshiron, kanë thonë dietarët, me përjetu xhenetin e dunjas, një pjesë të xhenetit, duhesh me punu që zemrën me pas çnosh. Zemrën, jo biologjikisht, po në aspektin kuptimor, se zemra, është sinonimi brendësisë së njerëzit, se ne kemi trupin edhe kemi shpirtin. Ajo ana e mbrëmshme është zemra. Nën kuptohet me fjalën zemra, ajo ana e mbrëmshme, ndërgjegja, shpirti. Nëse do me konë rahat në jetën e kësaj bote, nëse do mos mu bo azap, nëse do mos me pas probleme, duhet me u mundu zemrën me pastru dhe me mbajt të shëndetshme. Pse? Për arsye se zemra ose shpirti smuhen me zili, smuhen me urrëtie, smuhen duke i pas të cilësi, me mlef, duke hy në për hasëmlëqe, në për probleme, në raportet të këqija me njerëzve, mendimet të këqija. Dikush bëhet azab, në jetën e kësaj bote, shkaku i që këtyre smundjeve që i ka në zemër. Allahu subhanahu wa taala në Kur'an thot wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihim al-anharu wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah laqad ja'at rusul rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Në surën Araf, ajeti 43. Thotë Allahu subhanahu wa taala, ne do t'ua heqim urrëtien nga krahërori i tyre. Te këmbët e tyre do të rrjedhin lumej dhe ata do të thonë, qoftë i lavdruar Allahu që na udhëzoi në këtë. Ne nuk do të ishim udhëzuar sikur të mos na udhëzonte Allahu. Pa dyshim, të dërguarit e Zotit ton kanë sjellë të vërtetën. Dhe një zë do të thëras. Kjo është xheneti që ju e keni merituar për atë që keni punuar. Allahu subhanahu wa taala thot se xhenetlit, faza e fundit, pasi që të kalojnë urën e siratit, e cila është e shtrirë mbi sipërfaqen e xhenemit. Është një vend përpara xhenetit, është si një ballkon i madh që quhet kantare. Ati Allahu subhanahu wa taala do ta bëj pastrimin e fundit. Çdo njani që ka pas ndonjë lloj mendimi të keq, ndonjë zili, ndonjë smir, ndonjë mllef, ndonjë inati, ndonjë hasëmllëk me dikan prej muslimanëve që e ka pas në zemër, Allahu subhanahu wa taala do t'ja heqë. Pse? Thot do t'ua heqim nga zemrat e tyre urrëtien. Pse? Se me pas pak urrëtie ndaj dikujt në zemër, kjo do me thonë se ti duke u bë azap, je duke u dënuar. A xhenetlit nuk dënohen. Xhenetlit nuk dënohen. Prandaj njerëzit të cilët kanë në zemër, i kanë grumbulluar në zemrat e tyre mllefin, smirën, urrëtien ndaj tjerëve, domethënë ata janë, domethënë njerëz që më shumë i kanë nevojë për me i bën rahmet dikush. E tash, nëse do me fletë rahat, nëse do me përjetu një pjesë të xhenetit të Allahut subhanahu wa taala në tokë, atëherë duhet me mbajt zemrën të shëndetshme nga këto smundje, se këto janë smundje të zemrës. Dhe kjo është një virtyt, muslimani, kjo vjen normal si rezultati i devotshmërisë. Vjen si rezultati frikës prej Allahut subhanahu wa taala.
Sepse njeri për shembull duhet me konë zemërgjon, duhet me adosh vllajt të tij ato që e do për vetvete. Kjo nuk arrihet përveç se me iman. Dhe kjo është një virtyt shumë i rëndësishëm i moralit, me mbajt zemrën të pastër. Për arsye se kur dikush për shembull ta thot një fjalë të keqe, ta thot një fjalë, ta thot një kritik, domethënë çfarë diçka, kjo domethënë është një zjarr që e shkakton një zjarr në zemrën tënde. Nëse ti mundohesh me shujt këtë zjarr, domethënë shpëton. Nëse e kthen me të njëjtën mënyrë, atëherë domethënë kallët zjarri, edhe faktikisht njeriu nuk është rahat. Nuk është rahat. Ditën e gjykimit i shpëtum kush ka me qenë? Yawma la yanfa'u malun wala banun, thot Allahu subhanahu wa taala, atë ditë nuk do të bëj dobi pasuria dhe fëmijët, illa men atallaha bi qalbin salim, përveç atij që vjen te Allahu me zemër të shëndosh. Se selim me plot kuptimin e fjalës i thon njeri çnosh, i kundërt antonimi i fjalës merid. Merid është i smund, selim është i shëndosh. I shëndosh kush është? Ai i cili e ka pastruar zemrën e tij nga këto vese, nga smira, nga urrëtia, nga mlefi, nga, domethënë, ajo gara vazhdimisht, domethënë, për me qenë përpara në tjerëve e kështu me radhë, domethënë në punët e dunjas. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala thot: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Në surën Hashr ajeti 10. Thot ata që vijnë pas tyre, pas kujt janë këto tyre? Pas sahabëve, të cilët janë muhaxhir dhe ensar. Thot Allahu subhanahu wa taala në këtë ajet flet për besimtarët e mirë të cilët e ndjekin rrugën e sahabëve. Thot ata që vijnë pas tyre, domethënë pas sahabëve, thon kështu, çish lutën, thon Zoti in, falna neve dhe vëllezërit tan, të cilët kanë besuar para nesh, dhe mos lejo që në zemrat tona të ketë asnjë të keqe ndaj besimtarëve, asnjë mendim të keq ose asnjë urrëtie ndaj besimtarëve. O Zoti in, ti vërtet je i butë dhe mëshirëplot. Këto janë vetëm 3 ajete, domethënë që flasin për shëndetin dhe pastërtinë e zemrës. Sa i përket haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është pyetur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith që e transmeton Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu, se cili është njeri më i mirë. Cili është ja Rasulullah, men afdalun nas? Kush është njeri më i mirë? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kullu makhmumil qalbi saduqil lisan. Qalu saduqul lisan na'rifuhu. Fama makhmumul qalb? قال هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. Than, o i dërguari Allahu, cili është njeriu më i mirë? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, ai që ka zemër të pastër dhe gjuhë të sinqertë. Mirë po, domethënë nuk është shpreh për këtë fjalën zemër të pastër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përdori një shprehje, tha, ai i cili zemrën e ka, domethënë sikur më e marrë dhe më fshin nga dytësirat. Mahmum i thojnë diçka që është e pastruar duke u fshi. Me thonë fshi. Than, ai pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, ai që e ka zemrën të fshirë nga të këqijet, nga punë të këqija, dhe ai që ka një gjuhë të sinqertë, me thonë që sërren. Than, ja Rasulullah, për gjuhën e kuptojnë, po kush është ai që e ka zemrën e fshirë nga të këqijet? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është ai që ka zemër të pastër dhe të devotshme, në të cilën nuk ka mëkat, nuk ka padrejtësi, as urrëtie, as mirë. Smirës, thon fjala smirë domethënë është haset. Ju e dini se hasedi domethënë kur të vjen i natit, pse dikush e ka një nimet, një të mirë, dhe ti dyqysh sikurse e kundërshton caktimin e Allahut subhanuhu teala. Kjo quhet smirë ose haset, që zakonisht edhe përkthehet edhe si zilimi, por fjala më e përshtatshme është me përkthisi si smirë. Domethënë kjo hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tregon se njerëzit të cilët e kanë zemrën e pastër kundrejt tjerëve. Domethënë kemi dy, se ne kemi raport me Zotin dhe raport me njerëzit. Në raport me Zotin, nëse do me kon rahat, dhe çka tham, nëse do me jetu si mbret, dush me kon i kënaqur me caktimin e Allahut. Në raport me njerëzit, me bo njeri, me mendu, që në raport me njerëzit mi rregullu krejt. Ti mundesh me rregullu veç vetën.
Në raport me njerëzit nuk lanë rahat. Dikush është, në thonë, temperament, dikush ka kritika, dikush sulmon, dikush mendon keq për ti, në thonë, njerëzit janë të çuditshëm. Ama kret kjo bota e karaktereve të ndryshme me cilët ne kemi të bëjmë, në thonë, duke fillu për njerëzve më të afër dhe pastaj duke u zgjerua rrethi se ne kemi kontakt, shkojmë punë, dalim në xhami, takohemi me njerëz të ndryshëm. Njerëzit janë karaktere të ndryshme. Ti nuk mundesh njerëzit me i drejtu, po çelësi i krejt kësaj është me drejtu zemrën tënde. Nëse arrin që me pas një zemër të pastër, në thonë dhe të shëndetshme, në kuptimin e largimit të këtyre liksive, atëherë ti do me thonë e ke përjetu do thonë një pjesë të xhenetit që është kusht për me hinë xhenet. Do thonë Allahu subhanahu wa taala nuk e le njërin me pas një grincë të urrëties edhe smirës edhe mlefit në xhenet, se s'mundet në xhenet me pas një dikush që ban azab. Me pas inatin ndaj dikujt, kjo është me përjetu, do me thonë dënimin Allahu subhanahu wa taala në jetën e kësaj bote. Me arrit që a kjo normal, kjo nuk është as e thjeshtë, se jemi njerëz, kemi epshe, kemi mendime të këqija. Mirë po, i gëzuar është, i lumtur është ai i cili arrin me pastru zemrën për këtyre smundjeve. A kjo nuk është, do me thonë, e pamundshme. Kjo është shumë e mundshme që ne me punu. Une derisa lexoja për këtë temë, mu kujtu, do me thonë, si fëmijë e kam dëgju, do me thonë, e kam dëgju duke e këndu matë vjetrit një këngë ku përmend aty thot, derisa i kisha qurrat dhe quranat, më vishin miqt edhe më vishin jaranat. Mirë, po diçka e ngjashme sikur kjo, se njeri i dhnohet nëse dikush do për interes. Ti më njëherë e merr inati ata i cili të do për interes. Nëse e vëren një moment, se mund është mu shoshnu dikan, në momentin që ti e vëren se ai të do për interes, në me thonë, ti çka ban? Ti normal që ki me formu një mendim të keq kundër atij. Ki me pas një lloj inati. Kjo ndodh te njerëzit. Ne mduket ne e kemi mbasi që edhe na për këngët tona, do me thonë, është përmend kjo. Kjo e diçka e ngjashme, sikur se kjo këngë ka ndodhur në kohën e tabiinëve. Talha ibn Abdurrahman e ka pas emrin ai personi. Ky personi ka qenë i pasur. Këshire besimtari i devotshëm qish menon. Ki ka qenë i pasur. Derisa ka qenë i pasur, ka pas shumë shok. Mirë po mas një kohë, pasuria nuk vazhdon sa herë. Njerë dunjoja ndryshon. Dikush është i pasur, bëhet i varfër. Dikush është i varfër, mirë po mas 10-20 vjetëve ndryshon situata e tij. Edhe çka ndodh? Kur normal, kur pasuria e tij, do me thonë pasuria e tij zvoglohet, edhe njerëzit për rreth tij, edhe njerëzit për rreth tij la hawla wala zvoglohet numri i shokëve, edhe vjen gruaja i thot Talhas, Talha ibn Abdurrahmanit, i thot kështu, thot tibe burri jem, thot derisa i kishe shokët, derisa kishe pasuri, gjitha të shokë, në thonë s'lishen non stop me ti, ishte një grumëll i madhë njerëz. Thot, ata thot, kër i kum pas punë të mirë, atëherë na kanë vizitu. Së është po vjen kërkush me të vizitu. Kime e të vetë. Thot, jo. Kër i kum pas punë të mirë, ata i kanë ditë se unë e muj mi i boj i kram, mi respektu, edhe më kanë ardhë. Po tash që e shofin se unë e punë të i kam, nuk i kam shumë mirë, më thonë nuk na lodhin për arsye se kur të vjen misafirit i dush mua, dush me lëviz pak edhe me nxjerr, me hangër, me pije, me nderu. Më thonë, faktikisht ky mendim i mirë, do të thonë është i vështirë. Mirë po, nëse do me konë rahat njëtën e kësaj bote, nëse do me konë edhe për njerëzve më të mirë, edhe nëse do me fitu xhenetin Allahu subhanahu wa taala, mundohu që mos me akumulu në zemrën tënde urrëtie dhe inat për çka gabimeve që njerëzit i bëjnë ndaj teje.
Se mund me thonë dikush për shembull, po ai është gabimtari, po, vetëm në zemrën tënde mos lejo që mu mbledh ky inati, sepse kjo e smund zemrën. Se një njeri i cili në zemrën e tij ka inati, ka mlef, kjo dhe ibadetin s'mundet me e bë mirë. Lidhesh namaz ti mendon mendon për, më thon, a namazi duhet me pas një tjetër kuptim, një tjetër koncentrim. Së ne ban mirë ibadetin, së ne ban mirë, më thon, as dunja as ahiret. Kjo është hadithi i parë. Hadithi i dytë është shumë interesant. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju ka thonë sahabeve kështu. Ka thonë mos vini te unë edhe të më tregoni kush ka fol dikush keq. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Se unë kur du me dal para juve, edhe takohem me ju, du që zemra ime me kon rahat. Çfarë hadithi? Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mos më përcillni lajme për asnjë nga shokët e mi, sepse dua të dal para jush me një zemër të pasur. Mirë, po çka ndodhi një herë? Një herë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, kjo ka ndodhur në mas betejës së Hunenit. Marrin shumë pasuri, fitojnë luftën muslimanët dhe marrin, domethënë se ajo ka qenë prej betejave masi çlirojnë Mekën në vitin e 8 të Hijretit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mori një pasuri dhe e shpërndau mes njerëzve, mirë po e shpërndau çish menoi ke pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dikush që ishte shumë i vjetër, domethënë në Islam, nuk i dha shumë pak. Dikush që sa po e kishte pranuar Islam, ose dikush që hala nuk ishte musliman, pejgamberi sa me përdorte ket, domethënë për mi josh në fe, dhe dikujt ja dha, për shembull një personi që quheshte Aqra ibn Habis, ja dha 100 deve. A keni çfarë më thon 100 deve në atë kohë? Një deve me pas ka qenë pasuri e madhe që shumë kush ison e ka ble. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja dha njërit 100 deve, tjetrit 100 deve, edhe dikush ka tha pasha Allahun, Muhamedi nuk e bëri këtë ndarje për hir të Allahut, edhe me këtë ndarje nuk synohet ahireti. Ama jo parasive, sa shfolin. Edhe këtë ndëgjoi Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu. Abdullah ibn Mesudi edhe shkoi i kallzoi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tha, o i dërguari i Allahut, ti na thae mos me të pru lajme të këqija për dikan që ka fol keq. A na thae kështu? Për dikan, mirë po thot, unë kalova pran filanit edhe filanit. E ka përmend me emra pejgamberi. Dhe ata than kështu e kështu për ti. Demek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka nda drejt pasurinë. Plaçkën e luftës. Atëherë fytyra pejgamberit sallallahu alaihi wasallam u skuq. Dhe ai u shqetësua shumë. Mirë, po çka tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Tha, lere këtë çështje. Musai u dëmtua dhe më shumë se kaq, por ai boni sabër. Hazreti Musa. Sa Hazreti Musa çka boni? E mori popullin, e shpëtoi se i cili ishte i robruar nga faraoni. E shpëtoi prej një tiranit. Dhe ata e pan qarjen e detit, e pan një mrekulli shumë të madhe. Kur kalun ma tanë, edhe kur u përmbyt Firauni, atëherë i tha Musa a.s. popullit vetë, do shkojmë ta çlirojnë atë tokën e shenjtë që na e ka premtuar Allahu subhanahu wa taala. A dini çka i tha popullit vetë? Shko lufto ti dhe Zoti yt. Po masane sa e kanë përqesh, sa kanë lut. Po masane kur ka shkuën, domethënë Allahu subhanahu wa taala, më thonë në turi Sina që e ka zbrit të vratin, kur kthehet e kishin bo një put në formë të viçit prej altani dhe adhuronin. Dhe më thonë shumë populli vet, shumë dhe më thonë ka tregu mos respekt në Musës a.s. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, nejse, këto pas kanë fol keq për mu, po më thonë që unë nuk jam të nda drejt pasurin. Ka thonë Hazreti Musa ka heke dhe ma shumë, po prap ka po. Çka thonë? E ka shujt atë zjarmin e urrëtjes, do të thonë, dhe mllefit që mundet me ngjall kjo fjalë të çdo njeri. Prandaj kjo është rruga e shpëtimit. Është rruga e shpëtimit në jetën e kësaj bote. Vallahi, njeri sa më tepër që largohet prej këtyre mendimeve, çaq më, do të thonë, shpirt të qetë edhe në paqe ka me jetu. Hadithin e tretë është një hadith i gjatë. Do të thonë, është tregimi shumë interesant, të cilin dietari Ahmed Shakir e ka bë hasan. Në disa raste e ka bë sahih, disa dietarë thënë që është daif, mirë po ka shumë rrugë transmetimi dhe mjafton që dikush për dietarëve të mbajtë hadithi e ka bë hasan. Është hadithi e Enesit radiallahu anhu. Thotë Enesi radiallahu anhu kështu. Thotë, një ditë ishim ulur me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe ai tha kështu. Janë në xhami. Tha, tash do të hije në xhami dikush që është banor i xhenetit.
Tha tani do të vi para jush një njeri nga banorët e xhenetit. Edhe më njëherë erdhi një burr nga ensarët, thuhet se ka qenë Abdullah ibn Salami. Përmendet në disa rivajete. Me mjekrën ende të lagur nga uji i avdesit dhe sandalet e varura në dorën e tij të majt. Më thonë sa kish marrë avdes. Ai përshëndeti ato që ishin edhe ul. Të nesërmen i dërguari sallallahu alaihi wasallam prapë shtu me shokëve të në xhamia dhe tha tash ka më ardhur njëri i cili është banor i xhenetit, hiç pa e papë. Edhe kur paraqitet prapë i njëjti person. 3 herë u përsërit kjo gjë. Dhe njëri prej sahabëve Abdullah ibn Amr ibn Asi tha vallahi tha se njofna ki që është diçka i veçantë, domethënë ban i pari në shpenzim pasurisë, i pari për shembull për punë, nuk e ka njoft. Mos sahabe shumë, domethënë i rëndom, sikur se krejt sahabët të tjerë. Edhe çka tha, domethënë Abdullah ibn Amri tha unë da bëj një hile. Shkoi tha këtij tha unë jam ngrindur me babain tim dhe jam betuar që të mos hi në shtëpinë time për 3 ditë. A mund të më strehosh apo jep konak, si me thonë, se du më ardhë se kam problem me babën tem, i thot Abdullah ibn Amri. Edhe e pranoi ky personi nga ensarët, burri e pranoi dhe Abdullah i qëndroi me të për 3 net. Gjatë kësaj kohe ai e përcjellte, çka tu bën kise pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha se kjo është xhenetli. Çka është duke bën? Ai e vëzhgoi nga afër, por nuk e pa të falte namaznate. Vetëm ndonjëherë natën kur i dilte gjumi natën, e përmendte Allahun subhanahu wa taala. Domethënë, edhe kjo është sunet. Domethënë edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër e ka përmend, kujt i del gjumi dikuj, sot me diellin pas me problem dhe që bashkë në diell. Është sunet që me dal gjumi natën, me thonë një dua, me thonë la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Pastaj ka thonë bensam, kush i thot që këto? Këto janë fjalë të njohshme që i thot edhe muezini, mujni kret mi majt mense në muezinin, domethënë muezin llokin e dina. Domethënë, sidomos tash në taravih, subhanallahu walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim, që thot para se me fillu namazin e taravih muezini. Domethënë, kush e thot që ket, edhe pastaj bën lutje, Allahu ja pranon lutjen. Mirë, Abdullah ibn Amr i thot, ky personi për cilin pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dëshmoi se është banor i xhenetit, kur gjo nuk bëjke, veç ka njëherë kur i dilke gjumi ka thonë subhanallah, a disë në më thonë del, ban vakit, tu flet, del, nësë mos ato në atë kohë që i kanë flet më njerë masjacijës, në më thonë, deri sot vije sabahi, mirë po se ka po të falë namaznate, ki ka pri që ki, si të masjaci, si të hijen namaz, edhe mo, në më thonë, kur thire e zoni sabahit, do të përfundoje. Kur gjo, nuk vërejti kur gjo, 3 dit ka nejt me ketë, non stop, nuk vërejti kur gjo dveçant të ki person, të ki sahabi. Edhe Abdullah ibn Amri i tha, diçka, tha une nuk kam pas problem me babën, nuk kam pas problem, po kam ardhë të ti, në me thonë me të pas se qka ban ti, se me të vërtet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kështu ka thonë për ti. Edhe ka thonë se kise ka një që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ta. Thot, ka thonë për ti se je banor i xhenetit. Mi intereson me vllaç, çka i të boti, thot. Çka ki ti të veçance, edhe unë po du me, se sahabët kanë qenë të tillë. Kur e kanë pasur se njëri e ka fituar xhenetin, ki ka desh me ditë edhe tjetri që me fituar xhenetin. Thot jo, thot, s'kam kur gjo, thot përveç asaj që e ki pa, kur gjo. Namazin normal, do të thonë njëri që se nuk është paramendu të ata me kon dikush që s'fal namaz. Se të ne shumë kollaj thënë, a dhe anë dhe pëse s'fal namaz ti njëri mirë, s'ka. Ato nuk kanë pas probleme me faljen e namazit, në agjerimin e Ramazanit, në realizimin e farzave, ato s'ka pas këtë problem. Mira, ma punë vullnetare janë dallu. E tash ky s'ka pas diçka të veçantë për punën e vullnetar. Thot kur gjon nuk kam. Edhe në me thonë mirë, thot Allah, në rregull, Allah i shpërblet, si e them me gjuhën tonë, edhe ndan, veç pak thot, ki sahabia. Thot është diçka, thot ndoshta ajo është. Thot është një punë përveç asaj që e ke pa, thot. Unë thot nuk mbaj në zemrën time asnjë urrëtie për asnjë musliman dhe nuk e kam zili askënd për atë që Allahu dikujt i ka dhënë.
që ketë, adi jam rahat për kësaj pune. Thot Abdullah ibn Amri, e po thot, kjo është ajo që të bëri të arrish këtë pozitë, dhe kjo është ajo që të tjerët nuk mund të arrijnë. Zor është, se njeri është, më thonë, është sikur se thash edhe në fillim, është me epsh, njeri është me dëshira, njeri është me inati, njeri është me zili. Zilia, thënë djetarët, zili, këtë dhe më thonë që e kam lexuar dikun, zili mundet veç baba, ose prindit e themi, mos me pas ndaj e vladit vetë. Tjertë, zakonisht, dvinë për me. Mirë po besimtari nuk lejon që zilia me zonë, se kretëve ju vjen zilia. Nuk mund të pretendojmë për shembull se nuk kena zili, hiç. Na vjen ajo, po puna është se kush e pranon në zemër dhe kush e lufton atë dhe e largon. Kush e pranon në zemër dhe kush e lufton. Prandaj të nderuar vëllezër, më thonë, pastërtia e zemrës ose zemra e shëndosh të bën njëherë një prej njerëzve më të mirë, të bën, dhe më thonë, që jetosh rahat, të bën, dhe më thonë, e bën pastërtinë e zemrës Allahu subhanahu wa taala sebeb që njeri me fitu xhenetin. Njeriu me fitu xhenetin. Dhe thonë, vetë që këto mi mendu, shumë njerëz për shembull thonë, unë veç kur gjon nuk du, veç të jem rahat. A do me qenë rahat? Ti duhesh me kon rahat me zemrën tënde. Dhe kush e arrin këtë, dhe me thonë, është prej robërve të Allahut të dalluar. Allahu na mundsoft të gjithëve inshallah. Allahu na i pastroft zemrat tona prej smundjeve të liga, prej punëve të këqija, prej urrëties, prej mllefit, prej zilis dhe punëve të këqija. Walhamdulillahi rabbil alamin.